Në një realitet ku shumë familje janë ndarë nga emigrimi, një numër i madh i të moshuarish në Gostivar, ditët më të vështira të pleqërisë janë të detyruar t'i kalojnë të vetëm. Por për ta tashmë ekziston një dorë e zgjatur ndihme. Kryqi i kuq në Gostivar, me mbështetje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, po zbaton një program i cili ofron përkujdesje falas në shtëpi për të gjithë ata të moshuar që janë të sprovuar me vetmi dhe mungesë përkujdesjeje. Ky shërbim synon të ndihmoj personat mbi moshën 65 vjeçe, veçanërisht ata që jetojnë vetëm ose janë prindër të mërgjimtarëve, duke ju ofruar kujdes të drejtë për drejtë dhe mbështetje të vazhdueshme në ambientin e tyre familjar. Në vend që të përballen vetëm me sfidat e përditshme, ata tashmë kanë pranë dikë që kujdeset për nevojat e tyre më bazike, por edhe për mirëqenien e tyre emocionale. Programi ka nisur nga viti 2025 dhe këtë vit përfshin deri më 20 kujdestar të trajnuar, të cilët mund të kujdesen për 2 deri më 3 të moshuar. Kështu njofton Merita Alili nga Kryqi i kuq në Gostivar, e cila thekson se në komunën e Gostivarit funksionojnë 4 organizata të licencuara që ofrojnë këtë shërbim, duke garantuar standarde profesionale dhe cilësi në përkujdesje. Pra shërbimin për kujdestar, për kujdesje dhe kujdestar në shtëpi, ku kanë të drejtë persona mbi 65 vjet, ta shfrytëzojnë të gjithë pranë për shtëpi, sidomos ato pleq që janë vetë ose kanë nevojë për dikën që të përkujdeset. Fillimisht filluam që nga viti 2025 dhe tash edhe këtë vit kemi të drejtë me 20 kujdestar të kemi të angazhuar. Një kujdestar ka të drejtë deri maksimum 3 pleq të kujdeset për çdo ditë. Përfituesit përzgjidhen përmes qendrave për punë sociale në bashkëpunim me mjekët am, ku vlerësohet gjendja shëndetësore dhe nevoja reale për ndihmë. Më pas të moshuarit kanë mundësinë të zgjedhin vetë ofruesin e shërbimit, duke vendosur sipas preferencave dhe besimit të tyre. Ajo që e bën këtë program edhe më të rëndësishëm është fakti se shërbimi ofrohet plotësisht dhe pa pagesë. Çdo përfitues ka në dispozicion deri më 80 orë kujdes në muaj, që përfshin ndihmë në higjen personale, blerje ushqimore, përkujdesje bazike shëndetësore si dhe aktivitete të tjera të përditshme që shpesh bëhen të vështira me kalimin e viteve. Aplikimet bëhen nëpërmjet qendrave për punë politikë sociale, edhe duke bashkëpunuar shfrytëzuesit me mjekët am, dhe sipas nevojave dhe diagnozave të tyre që nuk janë të aftë të kujdesen për vete, ato bëjnë kërkesë dhe aplikim ke qendra për punë politikë sociale. Pastaj ato adresohen duke pas interes të shfrytëzuesve se cili institucion apo organizatë është i licencuar për ta dhënë këtë lloj shërbimi. Gjithsej 80 orë ka të drejta ta shfrytëzon. Shfrytëzon pra nevojat e përditshme, duke filluar që nga zgjimi, veshmbathja. Me një fjalë, shërbimet instrumentale. Pastaj, nëse është i aftë, mund për të shëtit, për të bë blerjen e nevojshme që i duhen një të moshuari edhe kështu me radhë. Për shumë familje, ky është një lehtësim i madh, ndërsa për të moshuarit është shumë më tepër se kaq. Është një siguri dhe një rikthim i dinjitetit në jetët e tyre të përditshme. Në një shoqëri që shpesh ecën me ritme të shpejta, ky shërbim kujton se kujdesi për më të moshuarit nuk është vetëm detyrim institucional, por një përgjegjësi njerëzore. Dhe për ata që e marrin këtë ndihmë, çdo vizitë nuk është thjesht një shërbim, por është një shenjë se nuk janë të harruar.